prioritetet e qeverisë nga plasë të dështuara. Për Marak, e ke luajtur rolin. Po jo, s'ka subjektive në mënyrën e fillimit të vazhdimit të diskutimit tonë. S'ka ditë kurti me qeverisë, sa shaj mund të president. Po ti ke qenë atë je largu Shqipe, s'ka lidhje, je kanë atë largu. Edhe më ne po në rregull, mirë, shumë mirë që je largu, sa unë jam për të largu kur s'fajtohesh me kur jam largu tash, të s'di pse hala ma përmendin. Edhe po jo, s'ka lidhje, ti kanë atë mirë, ke dhënë kontribut sa ke mujt me dhënë. Jo, pastaj e kuadrumën e parti tjetër politike që shumë legjitime. Pse sipas teje prap? Pse do të me qeverisë? Jo, për mua të dytë muaj me qeverisë. Jo, të dytë muaj me qeverisë. Për mua, të tretë besa dhe me qeverisë mirë. Po, a pajtohesh që Kurti i ka cënuar, s'po tham i ka prishur raportet me ndërkombëtarët. A jemi në sankcione për shkak të veprimeve të tij politikë jashtme ose qeverisë tij? A jemi në sankcione dy. A kemi krizë energjetike? Ose a shtritu energjia? Po të shkojmë tema ka një tani. Vetë atë një, cila ka pyetja parë se shumë po bën pyetje tash apo do. Jo, problemi parë është marrëveshja. Okej, marrëveshja me Marrëveshja me Serbinë, që është problemi janë kryesor, e cila... Okej, në rregull, a ka pyetja veç, ka pyetja, se tash koment po pyetjen kam zaba. Pyetja është se Kurti nuk e ka zgjidhur. Jo, kjo nuk ka pyetje, kjo konstatim. Pyetja është. A ka dy pyetje, se kjo shkojnë bashkë. Ai ka cënu, se s'po tham krejt se i ka prish, raportet sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me BE-n, sepse jemi në sankcione. Për shkak dialogut. Edhe përgjigje vet, apo. Ai ka prish për shkak dialogut. Jo, tash veç prakti po bën pyetje, po bën konstatim. A u se i di ku jam mirë pyetje të drejtë për drejta tërthorta e kështu me radhë. Nëse jo për shkak dialogut. Po tash ti po ja përgjigje, po ai ka prish duhet më bë pyetjen. Domthon ai a mendon ti që i ka prish pyetje, i ka prish marrëdhëniet me Bashkinë Ndërkombëtare? Pyetje. Pyetje, lema tash të përgjigjesh na. Vesh lema të përgjigjesh. Shqipe vesh pak vesh. Sa më dëgjoj se po të respektoj vesh. Po ti s'po përgjigje, vesh praktikisht përsërit pyetjen po, vesh po duam të konstatoj pyetje se bën shumë rregull, e bën një pyetje, domthon ai ka vështirësuar raportet me partnerët, me aleatët. Unë mendoj që normalisht janë vështirësuar raportet me aleatët, por jo në atë masë që e konsiderojnë, sepse kemi, unë tash isha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe jashtëzakonisht administrata, qoftë republikan, qoftë demokrata dhe pata kontakte në bazë të shoqatave shqiptare amerikane. Jashtëzakonisht i kanë dyrë të hapëna për Kosovën. Shqiptarët? Jo, administrata. Po për Kosovën? Administrata. Aja ka uru fitore në zgjedhje dikush prej administratës amerikane Kurti? Veç pak të kry. Edhe mendoj që raporti Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjithmonë i lidhur me Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa marrë parasysh kush qeverisë. Ka po pajtohena me ty që ka pas vështirësi, po ka pas Kurti asnjëherë nuk ka qenë i ftuar në shtëpinë e bardhë. Pyetje me vend, ish dash me qenë i ftuar, mendoj që mirë është me qenë me qenë në shtëpinë e bardhë është sidomos për Shtetin e Kosovës që jemi ende i ri, nuk e kemi përfunduar ende subjektivitetin ndërkombëtar, tregon jashtëzakonisht do ishte mirë për Kosovën. Fatkeqësisht apo fatmirësisht nuk i di raportin më sepse në vazhdimsi kemi pas kritika nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kryeministrat e kryeministrat. Ku erdhën pajtueshmëri me mua. Jo, për kryeministrat e Kosovës, nuk është vetë hera apo kryeministri i parë. Kemi edhe zotin Haradinën që ka pas kritika, po është mirë që nuk janë shkputur. Nuk është mirë që nuk janë shkputur marrëdhëniet. Përkundrazi, populli i Kosovës mendoj që e ka orientimin, e kemi na dhe të mishëruar në kushtetutë. Është qeveria se popujt e dimre se ti ma vure në pyetje dhe më the subjektive, kur thash kjo qeveri ka cënu, s'fash i ka prish, madje e theksova, nuk i ka prish. Po pajtona dhe unë tash i ka vështirësu, po tash edhe po pajtona se ka problem. Jam subjektive unë. Po, a kupton? Unë nuk ka problem. Jo, për shumë tema ti nuk e po. Amo ti po pik pa çeri. E dyta, që to rënd dakord se jam subjektive, po pajtosh edhe ti. Energjinë. Po fal, hajde. A e ka refuzu Kurti këtë projektin me gazin amerikan? Nuk i di unë, nuk i di. Po ja po të thamë unë, sepse konë publika jo. A e ka refuzu me gazin amerikan, unë nuk e di. Çështjen e energjisë nuk e ka zgjidh, nuk është e vërtetë që ka është më shtrenjtë për 16%. Që ka refuzu gazin amerikan që tash ushtinë me brainstorming, me mendu, nuk është e vërtetë. A e ka refuzu projektin me Counter Global?
A ka refuzu se cilin projekt për një termocentral të ri? A ka gjithë zgjidhje për energjinë kurti? Por ka dole be tash mune ka thirë, unë nuk jam avokati vetit i kurtit. Po nëse ka gjithë zgjidhjen, unë do t'isha lumë të se qytetare pagu ma lirë. Përgjishna ma shumë, po s'po du më t'ingluë subjektive, se kur s'ja vde. Po se ti mu fëm akuzon subjektive. Subjektive, se s'ka lidhje, se më kanë subjektive, s'ka të keqe.